Përshëndetje nderuar teleshikues. Në aktualitetin sot me unë do ndalem gjithmonë tek protesta e opozitës shqiptare, tek ajo mënyrë që është zgjedhur, po për ta bërë sa më interesante dhe për të komunikuar drejt për drejt me këtë protestë, unë kam ftuar në studio dy protagonistë të kësaj proteste, dy njerëz që përfaqësojnë dy forca të djatha ose dy aleatët e përjetshëm të së djathtës shqiptare, Partinë Demokratike me Partinë Republikane. Kam ftuar në studio Brunilda Laboviti, nënkryetare e Partisë Republikane, mi se merr në studio. Dhe zotin Kreshnik Spaiu, Kreshnik Çollaku, se them ishte gabim fatal, për sekretar për marrëdhëniet i departamentit për marrëdhëniet me jashtë në Partinë Demokratike, mi se merr në studio. Faleminderit. Më mirë që të bëjmë një gabim të vogël, sepse e zëm goja atë njerëz se dua që ta shikoj në grevurie, jo në grevë, kështu, jo në protestë. Por vazhdojmë proteste, pastaj tjera. Unë do ta filloj nga Brunilda për ta respektuar dhe si kështu. Partia Republikane dhe zoti Fatmir Mediu është një nga protagonistët e kësaj proteste, e kësaj mënyre të re që zgjedhur, e atij lumi të madh njerëzish që erdhi dhe që pritet të vijë shtunën. Cili është komenti juaj? Komentimi është shumë pozitiv lidhur me këtë protestë, do të thotë që çdo gjë është shumë e mirë organizuar, është menduar shumë mirë dhe ajo që kam diskutuar edhe me kolegët mi, qoftë të Partisë Demokratike, qoftë të Partisë Republikane, ka qenë mesazhi që ka përcjellë kjo protestë, që ka qenë shumë i fuqishëm, do të thoja, dhe që ka qenë një mesazh shumë kuptimplot, do të thoja që kishte shumë marrëdhje, shumë njerëz të cilët vinin edhe nga rrethet, për të bashkuar kësaj proteste dhe për të dhënë mesazhin e tyre të revoltës dhe të protestës, sepse vërtet është një moment shumë historik për gjithë shqiptarët, duke krahasuar këtë edhe me vitet 90-91. Zoti Kreshnik, juve jeni nga njerëzit që keni tërmetuar, ne vazhdoni të rrini atje. Kjo mënyrë që është zgjedhur ose kjo lloj proteste është fryma e re, është fryma e vërtetë e Partisë Demokratike që ka çuar tek të gjithë votuesit e saj? Unë besoj që po, është aftësia organizative në radhëparë e Partisë Demokratike, sepse sigurisht kapacitetet e saj janë, si thua, shtylla, piletat ku mbështetet kjo infrastrukturë e protestës. Sigurisht ne monitorojmë 24 orë 24 me grupe deputetësh, grupe drejtuesësh politik të Partisë Demokratike, strukturat tona gjithashtu. Por çfarë unë do të thoja që është e reja edhe si model. E keni zënë befasi edhe vetë kryeministri, ai mendoi që në orën 1:30 ju do ikni. Po ai ka shumë gjëra. Dhe mbas andaj, ai ka shumë gjëra që nuk ndihet në befasi, e nisi me atë shprehje që s'keni para asgjë akoma, por në fakt ai kupton akoma se çfarë po i ndodh. Ideja është që kjo është një protestë ndryshe nga modelet e tjera. Ne kemi preferuar të jemi të vërtetë, drejt për drejt me njerëzit, nuk i gënjejmë njerëzit, siç bën këta që vajtën mbyllën një muaj në grevurie dhe hanin darkë nga 3 herë në vakt. Kjo është ajo është një çadër e lirisë, njerëzit janë të lirë, vinë, takohen, protestojnë, takojnë me njëri tjetrin, bisedojnë për problemet që i shqetësojnë, bisedojnë për çdo gjë që mund të lidhë njerëz të angazhuar në politikë. Pra ajo është aty dhe sot simbolizon në një farë mënyrë hapësirën më të lirë të Shqipërisë. Dhe ne, edhe realisht demokratët, republikanët, aleatët, por dhe qytetarët po e shijojnë si hapësirë demokracie. Shikoj që ngatmojnë njerëzit duke parë, kanë ndërtuar fotografi, po thon kështu. Kreshniku është qendrestar. Duam thotë që të mos zhgënjehemi. Kush ju ka shkruar përshëndetjen e thuaj, nuk do të zhgënjehemi, nuk ka as 1 milimetër hap mbrapa, dhe këtu ja garantoj, nuk ka tërheqje, nuk ka kthim më. Jemi të vendosur të shkojmë kësaj deri në fund. Edi Ramën, të gjithë këto, më falni për shprehjen, por këto tallaxharat i nxjerr çdo natë për televizione, që fyen protestuesët, që provokojnë protestën, që hedhin romuze e kujtojnë se bëjnë inteligjente, të mos luajnë me qetësinë e njerëzve të revoltuar, sepse çfarë tash që është e jashtëzakonshme, aty ka njerëz të revoltuar, por që po sillen në mënyrë të qetë dhe paqësore. Të heqin dorë këto provokimet se nuk e din se çfarë u gjen. Ne jemi aty, nuk do të shkojmë mbrapa as 1 milimetër, e vetmja kërkesë që knaq që shpërndan atë protestë është rrëzimi i qeverisë Edi Ramës dhe krijimi i një qeverie teknike që do të garantojë zgjedhjet e lira të ndershme. Në të kundërt nuk ka asnjë kthim mbrapa. Thuaj atij dëgjuesit shqiptarët por edhe gjithë të tjerë. Brunilde, mua më mbytëm në fotografi për ty. Ti edhe fotogjenike, ke dhe aftësinë ashtu, por thonë është një prurje e re e Partisë Republikane. Është diskriminim pozitiv. Jo, dhe për ty kanë dërguar fotografi, unë ju tregoj që ta keni se për ta thënë që njerëzit po shikojnë. Fotogjenike është një aksesor plus, por unë do thoya është nëse do isha vetëm fotogjenike, nuk do isha këtu ku jam sot, dhe nuk do isha një ti je një pedagoge mrekullueshme, ti je një politikane, ti ke shumë vite. Kam bërë 10 vjet shkollë, kam përfunduar doktoraturën pranë Universitetit të Tiranës.
Që të thotë, sigurisht kam pasur dhe unë angazhimin tim për të dalë edhe për të arritur të ku jam. Sigurisht jam bashkangjitur Partisë Republikane me një zgjedhje dhe me një vendim shumë personal timin për të hyrë politikës, ishte momenti i dur dhe besoj që zgjodha partinë e dur për ta përfaqësuar veten edhe në politikë. Megjithatë, ky është një diskutim shumë i gjerë lidhur me faktin që nëse kemi diskriminime pastaj për gjininë është tjetër gjë, sepse femrat shifen. E kam për atmosferë për të zbukuruar misionin. Zoti me unë do të më fal. Jo, unë do ta ngacmoj për ta bërë më konkrete sepse më thon njerëzit. Zoti Mediu ishte në departamentin e Shtetit, ka takuar administratën e re, ka ardhur, i ka dhënë dhe një temë dhe një frym të re partisë. Zoti Juve, zoti Arjan Madhi, po ta shikosh ka një organizim tjetër të partisë. Unë thoja që është një organizim i koalicionit të djathtë, të thotë pas ardhes, sepse nuk shkoi vetëm zoti Mediu në vizitë, që do të thotë kemi një bashkim edhe shkëmbim idesh dhe strategjisë se si mund të jetë kjo ardhmje më e mirë politike. Që të thotë edhe fakti që ka prurje të reja në parti politike, siç është Partia Demokratike, siç është Partia Republikane. Tu kemi ambasadorin e Shqipërisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sigurisht që kjo është shumë pozitive dhe kjo tregon që këto parti janë të hapur, nuk kanë konservatorë. Nuk janë të mbyllura, që do të thotë lënë hapësira dhe personave të cilët kanë diçka për të kontribuar dhe kanë aftësi për të kontribuar, sigurisht të marrin pjesë të bëhen edhe pse jo pjesë e vendimarrjes. Do thoja pastaj që në ora 6 sot është lënë një takim me gratë, zonjat, së bashku me deputetin e parlamentit zonja Albana Vokshën për të folur dhe për të diskutuar mbi problematika që kanë gratë dhe fakti që aty do të thoja nuk ka vetëm njerëz të cilët kanë lidhje me partitë politike, që do të thotë nuk janë të iniciuar ose të stimuluar për partive politike, por unë shoh shumë njerëz të cilët kanë shumë halle, kanë shumë probleme dhe që diskutojnë dhe mundohen që të gjejnë një formë ngushëllimi për të ardhur për të bashkangjitur kësaj proteste, që do të thotë kjo është edhe një mesazh shumë i fortë të cilin qeveria shqiptare do ta marrë në konsiderat, sepse ka njerëz të cilët janë larguar nga punët dhe të cilët vuajnë edhe nga probleme pas të shëndetit mendor, sepse unë e lidh gjithmonë edhe me punën time, me punën tënde si psikolog. Zoti Keshnik duket sikur zonja Josefina Topalli, Albana Vokshi, ose të gjitha deputetët e Partisë Demokratike, me atë mënyrën e tyre, ka Shtodhe Brunildën dhe shumë të tjera, i ka dhënë një frym tjetër, i ka dhënë një frym si më reale, si më afër halleve të njerëzve kësaj proteste. Po jo thash, pra është një protestë e një stili dhe modeli të ri, shumë e hapur, shumë e drejt për drejt me njerëzit. Pra çdo kush është i lirë të vi dhe viziton çadrën, thot mendimet e veta, mund të komunikojë me secilin nga ata që konsiderojnë drejtuesët politik, qoftë kryetari Basha, qoftë kryetarë të tjerë, mund të thot mendimet e veta. Ju garantoj dhe ju konfirmoj se në çadrën e vizitojnë shpesh shumë socialist, shumë të majt. Dikush thot, shikoj kujdes nga kamera se mos më shohin me që nga puna, por dikush do të dalë para kamerave. Vjen dhe shumë të majt në protestë, pra vjen çdo qytetar në çadër. Çadra po kthehet në një dimension real lirie. Çdo kush vjen, nuk e ndjen veten e detyruar të ri, nuk e ndjen veten e detyruar të ik, vjen, ri, kontribon, bashkohet dhe besoj ajo çadër sot është një fest e vërtet lirie. Dhe nëpërmjet kësaj mënyre të lehtë qytetare, shumë të emancipuar, kemi zgjedhur për të treguar se ka një Shqipëri të vërtet, një Shqipëri që do lirin, do parametrat evropian të qytetëruar, dim protestojnë, por janë po aq të vendosur për të mos u kthyer mbrapa nga kjo rrugë. Kështu që ajo çadër, qytetaria së çadre, klima shumë qytetare brenda, është një përgjigje më e mirë krahasisht kësaj fushate propagandistike agresive, por në panik të propagandës të qeverisë, të cilën e shohim në mësere të spikas, qoftë nga deputet, por qoftë nga këta analistë paguar për studiot e mbrëmjeve. Qartë, nuk e vëmë dyshim. U ka bërë një thirrje Erion Velia ose Lalieria, siç e kanë ato këto teoria, për të ndryshuar pozicionin dhe ka shumë provokime. Plus kësaj ka zëra që ata duan të sulmojnë mes natë, për të zënë befasi. Ne mbrëm, unë jam antar i Këshillit Bashkiak Tiranës, edhe dje kemi patur një mbledhje Këshillit Bashkiak. Mbledhja përfundoi, ne u larguam, pasi kërkuam kryetarit të Bashkisë Tiranës, e cila me thënë të drejtën mund ta prisje nga nga këta nostalgjikët e Enver Hoxhës, po një djalë që bën sikur është i emancipuar, qytetëruar, të provokoj në mënyrë aq të vulgare një protestë shumë qytetare. Keni dalë nga parashikimet? Ai është problemi i tyre. Ne jemi në rrugën tonë dhe i kërkuam zotit Veliaj të kërkojë ndjesë publike. Pra as nuk e fyem, as nuk e agresivuam, i kërkuam në mënyrë shumë qytetare që kërkonin ndjesë publike, sepse keni fyer
dhe keni provokuar në esencë protestën apo qytetarët janë atje. Absolutisht nuk pati asnjë lloj reflektimi dhe ne detyruam të lëmë mbledhjen e Këshillit Bashkiak duke braktisur edhe duke e denoncuar këtë gjë. Por provokimi i Rënvelis nuk është i vetmi, jam dakord, ka patur provokime të tjera, jo thash deputetët ata tallagjarët që nxjerr Rama kur ka siklete, të gjithë me një formulë, të gjithë me një klishe. Ju ka filluar sepse paniku ka një moment, frika ka një moment psikologjik frika të bllokon mendimin. Dhe po shikosh Tauland Ballën, Spiro Palin, gjitha që kanë dalë mbrëm nëpër media, kanë qenë me një klishe, nuk ju punonte fantazia, asnjë frazë. Po pse do të thëshin Tauland Ballën, bile sot gjithë frika ka dalë me këtë që i vdekur i Andrea Stefani zënësot nga Spartak Ngjella për të nga një prodhim i Partisë Demokratike edhe avokati mbrëm po doni avokati gjitholog, por të vdekurit i lëm në një botë tjetër, nuk janë mes nesh, por do thoja që ka një valë provokimesh. Pyetjes tuaj në rast se përgatiten, atentojnë të hynë me forcë ta dhunojnë, unë po ju them fare qartë le ta provojnë, edhe shikon se çfarë përfundojnë. Komenti juaj, Brunil? Sigurisht edhe unë nuk e kisha asnjë presje kësaj që sapo u tha, edhe sigurisht rezistenca ose fakti që njerëzit vinë edhe nuk ikin prej asaj çadër, do të thotë që vinë her pas here, atashohen her pas here pranë atij grupi njerëzish të cilët vërtet kërkojnë që të jenë të lirë në fjalën e tyre, sepse ndonjëherë liria nuk shprehet vetëm me fjalë, por edhe me gjeste dhe me veprime, kështu që kërkesa për qenë të pavarur sigurisht është pjesa. Sikur si thotë dikush Brunil, thotë, duke përshëndetur zonjën e nderuar, thotë, dhe Matjani Krishtin Çollak, më sot po mësoj që e Matjan. Në origjinë po. I nderuar shumë krenar që Matjan. 100 burra, 1000 burra, thotë, 1000 gra, thotë, nga Mati, po dhe nga gjithë Shqipëria, janë gati të bashkohen qoftë edhe me grevurie me juve. Absolutisht po. Si e komenton? Sigurisht e presim me shumë pozitivitet, por unë nuk besoj se duhet të shkojmë drejt një greve. Nuk ka si plan për një grevurie, nuk duam të sepse ai e ka më shumë tek mbështetja që ka. Mbështetja sigurisht që kjo është shumë domethënë se nuk është i vetëm, sepse janë të rënda, dëmtohet shëndeti i njerëzve, por po them një gjë, ka dhe një fakt të vërtetë. Është shumë vërtet ato që thotë Është këtë parti. Ne kemi patur, po e them në mënyrë fare të hapur, një sforcim të jashtëzakonshëm, struktura lidershipit të Partisë Demokratike, për të qetësuar dhe përmbajtur protestuesët. Ka patur kemi një mijëra protestues të revoltuar, të irrituar, derisa na ktheshin edhe ne, duke thënë që pse jeni të butë, na lini, merremi ne me këtë qeveri. Dhe ajo që tha lider historik Berisha shumë e vërtet. Ne kemi përpjekur të mbajmë, të qetësojmë, të kontrollojmë, dhe kemi dalë me sukses revoltën e këtyre njerëzve. Revolta e këtyre njerëzve ka një limit. Kështu që ju kërkoj në mënyrë shumë qytetare drejtuesve të qeverisë, ministrit brendshëm, deputetëve, të mos provokojnë këta njerëz, sepse përpjekja jonë për t'i mbajtur në qetësi dhe ajo ka sigurisht një limit. Në rast se ata njerëz revoltuar na bypassojnë edhe ne, do gjendem përballë me kryeministrin dhe ai nuk e di akoma se ç'ndodh. Prandaj mos i provokojnë, ti respektojnë qetësinë e këtyre njerëzve, janë vendosur por janë paqësor, asnjë gjethe peme lule nuk është prekur në bulevard. Dhe ishin qindra mijëra njerëz. Kështu që mos i provokojnë këta njerëz sepse mbrapa po doli situata jashtë kontrolli, e sigurt është që këta nuk i bëjnë 5 minuta në përzyra. Kështu që mos i shkojmë kësaj rruge. Demokratat diti përballen me kësaj rruge, nuk kemi gjë të përballen me këtë rrugë, me qetësi, me shumë qytetari, me shumë respekt për ata që vinë, për ata që ikin, edhe për ata që i ofendojnë dhe i kritikojnë, me shumë vetëpërmbajtje, por tregojmë një sens qytetarie, kjo i shërben Shqipërisë, i shërben demokratëve, po i shërben emancipimit të vendit. Transformimet politike le të bëhen me arsyen. Pra, Edi Rama, Tahiri, këta ballat e kompani, janë ende në kohë të thrasin arsyes. Momenti që humbet arsyeja, pastaj është përgjegjësia vetëm e tyre. Zonjë e nderuar, psikologjikisht ishit përgatitur që do të kishit kaq vendosmëri, do të ishin kaq qartë njerëzit, do kishin kaq akumulim. Efekti i turmës sigurisht ka një shpjegim, por unë do të thoja që nuk e konsideroj si efekti i turmës. Unë mendoj që është zgjedhja e personave për qenë të lirë edhe me fjalën, edhe me veprimet e tyre, edhe me sjelljen e tyre, të qenë shumë demokratik në atë që bëjnë edhe shumë paqësor. Ajo është një domethënie shumë e qartë e mesazhet që unë përmenda më përpara, është një mesazh
që përcjell pozitivitet dhe që kërkon vërtet ndryshimin. Pra janë kaq shumë njerëz të cilët e dëshirojnë të gjë. Do thotë që në 4 vite kjo qeveri është konsumuar kaq shumë sa që ka kaq shumë njerëz të dëshpëruar të cilët vërtet kërkojnë atë që po kërkojnë. Si shpjegon këtë fakt që deri në këtë moment të gjithë shqiptarë duket sikur kishin humbur shpresën, sikur do të vinim në datën 18 qershor me këtë konfiguracion politik pa ndodhur gjë, sikur neve s'do kishte vlerë votimi jon. Çfarë ndodh? Fakti që unë përdora fjalën konsumim në 4 vite, që do të thotë edhe që qeveria Berisha ka qenë 8 vjet në pushtet dhe nuk është konsumuar, po themi kaq shumë sa që është konsumuar qeveria Rama në 4 vite, kështu që ka një formë dëshpërimi brenda njerëzve. Unë shoh në komunikime me njerëzit ajo që kam arritur të kuptoj është fakti që vërtet kanë hyrë në një depresion shoqëror, depresion social, dhe kjo nuk vjen vetëm si rezultati fakteve që mund të kenë problematika personale ose familjare, por vjen edhe si rezultati faktit që ekonomia e tyre është shumë e dobët, papunësia është shumë e ulët, kështu që normalisht të gjitha këto janë pasojë të cilat lënë ndikim edhe në statusin social dhe shoqëror të një vendi. Që do thotë edhe ata njerëz janë një pasur shumë e qartë të këtyre problematikave që ka përcjell kjo qeveri për 4 vite. Shiko që më thot dikush Kreshnik. Thuaj Kreshniku na llogarit edhe ne. Jemi mësuar për gardian që nga 97, çunat e shijak. Mirë se të vinë, demokratët e Shijakut janë demokratët më të mirë të shkëlqyer ndërmjet shumë demokratëve, mirë se të vinë, çadra është aty, ne jemi aty të gjithë, i mirëpresim dhe absolutisht pa mbështetjen e tyre ky sukses ka nevojë për sukses. Që një çik indiç që kanë dash njerëzit Por po thoja sepse tema është e ndjeshme. Realisht dukej sikur dhe realisht jemi në gjendje pa shpresë. Të jemi fare të qartë, ne nuk jemi aty për të marrë pushtetin. Ne nuk e marrim pushtetin nëmjet rrugës, nëmjet turmave. Ne besojmë se pushteti merret nëmjet votës. Dhe ne, sinqerisht, betejja jonë nuk është për të marrë pushtetin. Ne po kërkojmë atë që është thelbësore, fundamentale, bazike, gjëja më e thjeshtë, gjëja që 26 vjet, unë kam një student në atë kohë, u futëm grevuri për një gjë, zgjedhje të lira. Le të bëhet kryeministër i Shqipërisë mbas këtyre zgjedhjeve të lira, po do edhe Edi Rama, Ilir Meta, qoftë dhe Enver Hoxha i ringjallur. Po të kalojë nga një proces zgjedhjesh të lira dhe të ndershme. Në të kundërt, e vetmja gjë, prandaj ka patur depresion social. E vetmja gjë që nuk besonin shqiptarët, nga Maja Tropojës deri në Gjirokastër Saran, se me këtë qeveri nuk mund të ndodhë, janë zgjedhjet e lira. Pra, këta synojnë të mbajnë pushtet, të kontrollojnë media, të kontrollojnë opinionet, të kontrollojnë gjithçka, vetëm duke bler votat. Projektet e tyre janë për të bler, dhe blerja mund të shkojë në miliona e miliona euro. Kam thënë në një vend tjetër, mbrëm, projektet e tyre, e di cili është i fundit të rast, këta kujtojnë se i bëjnë planet dhe nuk u dalin. Projektet e tyre është rat mos blejmë fshatarët, qytetarët, nga 100 euro. Se kështu kanë bërë, do blenë nga 100 euro votat. Nuk do blenë më, pra plani është që mos blenë më nga 100 euro votat. Do blenë komisionet nga 2-3 milionë euro. 10-15 veta sa në komisionet zgjedhore. Kjo është strategjia e re. Po përgatiten, kanë ndarë nga 2-3 milionë euro për çdo qendër votimi. Dhe unë kam të dhëna të sakta të paktën për zonën që mbuloj. Ju a di me emra, mbi emra, fondet, kush po i financon, kush janë ata vagabondët që po mbledhin, këta kujtojnë se po i bëjnë punë dhe ne s'po e marrin vesh. Ne ja dim të gjitha dhe të paktën në zonën që mbuloj, në matjen e të ndipër, i kemi nën kontroll. Por kështu do shkohet, dhe mund t'ja zgjesojmë dhe mund t'i neutralizojmë çdo përpjekje. Por kështu do shkojë të bëjmë garë banditësh, bëjmë garë nga 2-3 milionë euro kush blen komisionet, pra jemi në këtë nivel. Çfarë zgjedhësh mund të ketë nivel? Dhe ne po kërkojmë asgjë më shumë se kaq. S'po kërkojmë të marrim pushtetin. Nëse shqiptarët mendojnë që ne nuk jemi ende gati të vimë në pushtet, qeverisin në vendin, do pranojmë verdiktin, shkojmë prapë në opozit. Dhe 4 vjet, 8 vjet, derisa të bëhemi gati, ballafaqojmë votë në shqiptarëve. Por procesi të kalojë në zgjedhje të lira, pra që votat jetë e pabler, e padhunuar dhe e pacënuar. Le t'ja japim prapë Edi Ramës, në rast se janë më të kënaqur me Edi Ramën, qytetar, le t'ja japin më të vazhdoj. Por procesi do kalojë në zgjedhje të lira. Në rast se nuk garantohen zgjedhjet e lira, dhe zgjedhjet e lira nuk garantohen me Edi Ramën se mirë ta jenë në kontrollin e procesit, pra me qeveri vetëm teknike dhe që gjitha këtë besimin nga gjitha palët, vendi nuk do ketë zgjedhje. Ta harrojnë, ne nuk të riqemi mbrapa as 1 milimetër në këtë moment. Brunil, Edi Rama pretendon që unë ka forcën e Gurevskit. Pavarësisht se pretendojnë këta, thotë unë përsëri po të më zgjedhje fitoj prapë. Komentirë. Sigurisht është çështje t'ia lëm kohës të vendosë dhe sigurisht çdo diktator e ka këtë paranojë.
Sigurisht që mos ta analizojmë edhe më thellë të gjë, por çështja qëndron tek ajo shprehje që është në gjithë këto ditë, zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe unë shndroj këtij fakti sepse mendoj, duke qenë se ka shumë njerëz të cilët u bashkuan atë ditë në protestë në 18 shkurt dhe vazhdojnë të bashkangjiten, do të thotë që në momentin që kemi dhe shkojmë në zgjedhje të lira dhe të ndershme, do të ketë kaq shumë shqiptarë të cilët do të kërkojnë vërtet ndryshimin për këtë qeveri. Më thot dikush, Brunild, më thot dikush që protestat e në shkurtit duhet të mirë lexohet nga të gjithë. Të mirë lexohet. Sigurisht, edhe duhet marrë edhe në konsiderat, jo vetëm të mirë lexohet, por duhet marrë edhe në konsiderat dhe nuk duhet të anashkaluar dhe Rama nëpërmjet Benjaminëve të tij, Henry Çilit e këtyre ka afruar një variant që të heqi Samir Tahirin dhe thotë të shkojmë kështu siç jemi ne. Fakti që jep të tilla alternative do të thotë që është duke negociuar dhe negociatori është personi që i friksohet momentit të fundit, kështu që ka një përgjigje për këtë dhe vazhdon. Ju është një mbizatrohet nga gratë ose nga zonjat, ose nga zonjat e revoltuara më saktë, kjo protestë. Si shpjegoj? Janë bashkangjitur shumë zonja, por edhe më parë me konferencën që u bën në Rogner me Doris Pack, sigurisht që dha ajo një mesazh shumë të qartë lidhur me faktin që dhe gratë duhet të jenë pjesë e vendimarrjes, që do thotë merren në konsiderat dhe vendimet e tyre kyçe edhe në politikë. Kanë marrë shumë zonja dhe gra pjesë, sigurisht që kjo është një zgjedhje e tyre e lirë dhe personale për të ardhur për të atashuar aty, por edhe për të parë si një figurë të rëndësishme edhe femrën në vendimarrje, edhe në Si shikon rolin e zonjës Josefina Topallit, Albana Vokshit dhe të shumë zonjave të tjera në Partinë Demokratike? Sigurisht kam kontaktuar dhe kam takuar shumë zonja, por se ty të kemi parë në Instagram e në Facebook më shumë me zotin Mirzi Basa, Fatmir Mediu, me Sali Berishën, me gjithë këta, në gjitha këto kuvendime ti ke qenë e pranishme. Sigurisht, kontaktet e mia më të shpeshta janë me zonjën Vokshi dhe sigurisht e vlerësoj shumë edhe për angazhimin maksimal dhe energjinë e jashtëzakonshme që ka në punën që bën kundrejt organizimit edhe të forumit të gruas të Partisë Demokratike, por edhe për të na atashuar edhe ne si Parti Republikane dhe për të angazhuar edhe në aktivitetet e tyre dhe në këtë aktivitet që vërtet edhe në këtë protest. Kjo është një frymë pozitive dhe një frymë bashkëpunimi, pse jo? Zoti Keshnik, duket sikur Edi Rama është mobilizuar që të gjejë një zgjidhje kompromisi. Do ta pranoni ju? Asnjë lloj kompromisi. Është vërtet ajo që thatë, dje ka tentuar të bëjë të jap një ofertë, të sakrifikojë Samir Tahirin. Oferta ishte krejt konkrete, domethënë që heqim Samir Tahirin edhe mund të qetësohet. Nuk ka absolutisht asnjë lloj oferte, asnjë lloj negociate me Edi Ramën, është mbyllur cikli i tolerimit. Kemi vetëm një kërkesë shumë të thjeshtë, dorëheqjen, qeveri teknike dhe zgjedhje të lira. I ofruam kompromise, i ofruam kërkesa, i ofruam thirrjet pafundme, hajde të rregullojmë kodin, hajde bëjmë votimin elektronik, hajde i shtym, hajde nuk e kërkonim ik nga qeveria. Ne krijon mundësinë të realizojmë një proces zgjedhor të besueshëm me gjitha palët. E refuzuan, u tallën, e vonuan, e zjarrin absolutisht parlamenti sot është celia e streha e lirisë në bulevard. Nuk ka parlament, nuk ka asnjë institucion. A di që shqiptarët i keni dyzuar, thonë që kanë tremben mos ju nuk i shkojnë deri në fund të kësaj nisme. Të jenë të sigurt të gjithë shqiptarët do të shkojmë deri në fund, as 1 milimetër. Pra thash nuk ka hapësirë për asnjë lloj negocimi. Kërkesa jon ka mbritur fundin, limitin, thelbin. Pa u dorëhequr Edi Rama, kjo qeveri nuk ka zgjedhje në Shqipëri. Nuk ka për të patur zgjedhje në Shqipëri. Sepse opozita nuk është fasad. Opozita nuk shkon të realizojë zgjedhje fasad, për të justifikuar një qeverisje fasad, për të justifikuar një demokraci fasad. Dhe liria që po na shitet është liri fasad. Një liri e kontrolluar dhe administruar çdo natë nga mercenar propagandistik të qeverisë nuk është liri, nuk është opinion lirë. Hajdeni dilni shikoni qytetarët se çfarë diferencë të madhe ka me atë që u shitet çdo natë për televizione. Dhe vetmja rrugë që kjo situatë ndrojë, që ne mos kolapsojmë akoma dhe më keq në këtë situatë që jemi, janë zgjedhjet e lira, që çdo qytetar shqiptar
të jetë i përgjegjshëm se me votën e tij mund të garantojë një qeverisje më të mirë. Dhe le ta votojnë prapë Edi Ramën po duan. Nëse janë bindur, le t'ia japin votën prapë, por vetëm me zgjedhje të lira. Ne këtu nuk tërhiqemi dhe nuk ka asnjë lloj negociate, asnjë lloj zbutje, asnjë lloj oferte. Kërkesa është vetëm një dhe e qartë. O do të japi dorëheqjen, është si në shkurtin, më vjen në mënyrë paradoksale ta them se 26 vjet në njëjtat kërkesa, pra sikur në 18 shkurt në të njëjtit, vetëm një kërkesë kishim në Zotin e Grevësurisë. Të hiqet emri Enver Hoxhës nga universiteti. Dhe sot është vetëm një kërkesë, të jap dorëheqjen, krijohet qeveri teknike për zgjedhje të tjera. Ndryshe nuk ka asnjë lloj oferte vlerë. Si në kryetare e Partisë Republikane. Fakti sot ditën e 4 do thotë që nuk ka krim mbrapa, ka një domethënie shumë të madhe. Dhe sigurisht që insistimi për të mos për t'i çuar gjëra deri në fund është jo vetëm i imi, jo vetëm i zotërisë, por edhe i të gjithë atyre të cilët ne takojmë çdo ditë. Po më thoje? Më thot një fotografi kuvendit është ky ashtu, thotë ka ngjashmëri me 21 janarin, ku ndryshon nga 21 janari kjo? O, totalisht ka shumë. Ka shumë ndryshime, sepse në 21 janar erdhën në shesh dhe 2 orë vunë në sulm fizik me huj, me gur, me leva, me çfarë të binte në përduar, forcat e policisë dhe pamjet janë aty, u dogjen makina, u dogjen prom private çfarë ishte, u dhunuan forcat e rendit. Ju keni parë protesta e 18 shkurt ishte dy fishi asaj janarit dhe nuk pati një gjethe peme të këputur, jo më policë të lënduar. Një gjethe peme të këputur. A e dini që nuk ka as policë më afër çatë? Si e komenton Bruni? Sepse vetëm e respektuan. Sigurisht e komentova se një pyetje retorike që do thotë personi që e ka ngritur si pyetje. Do na bëj pyetje, respektoj mendimin, sigurisht, por që diferenca është e dukshme dhe nuk është nevojë të vëmë syze për ta parë, domethënë. Ky është realiteti. Brunil, ti e vendosur që me këtë qëndërjes të Partisë Demokratike, të Partisë Republikane, me të forcave opozitare të shkoni deri në fund? Sigurisht, edhe vazhdimisht të ndelimin e kontaktit. E dua sepse je një fytyrë e re e politikës dhe a ke vërej që gjithë gazetarët kërkojmë që fytyrat e reja të na thonë një mesazh tjetër. Sigurisht që do ketë fytyrat e reja, sepse ndryshe nuk do kemi ndryshime ose zhvillime brenda edhe partive politike të cilat kanë kaq shumë vite në Shqipëri. Sigurisht që ka prurje të reja dhe e thash edhe më përpara, sigurisht që unë jam atashuar Partisë Republikane edhe në pozicionimin që kam si nënkryetare e Partisë Republikane, por edhe për ta ngritur edhe fuqizuar edhe më lart rolin e femrës në politikë dhe dëshirën e saj për të ekspozuar edhe ndaj politikës dhe vështirësive që ka sigurisht, por edhe për procesin e vendimmarrjes. Kështu që i qëndrojmë sigurisht, për disa kemi qëndruar 26 vite koalicioni me Partinë Demokratike dhe i rezistojmë edhe këto ditë të vështira. Do të bëj një pyetje pak sa specifike. Kam marrë që të gjithë gazetarët, edhe kur marrin juve, edhe kur vinë atje dhe kështu, kanë një lloj sikur bën një pyetje të inatosur, me pak mullev, sikur s'duan atë përgjigje. Po në pyetjet e tyre ka një parapregatitje dhe harrojnë fjalë kur ua bëjnë dhe del në shumë raste pa kuptim. Si e shpjegoj? Unë kam respekt maksimal për gazetarët. Unë të sjell dhe emra që i kam ndjekur dhe i kam parë. Për gazetarët, ata që vinë bëjnë punën e tyre, operatorët e shkëlqyer që rinë pranë nesh, na ndjekin gjithë natën. Për personelin teknik duhet kemi respekt të zakonshëm. Sidomos për Ora News që u ka ndojtur live tërkohë. Respekt maksimal. Çfarë them që ka një manipulim, një strategji manipulimit mediatik është tek këta që darkave mblidhen në studiot të rëndësishme në thojza televizive, të paguar shumë kripur, sepse duhet thënë ta dini njerëzit që ata njerëz që kapardisen darkave dhe japin opinionet janë shumë të paguar. Janë aq të paguar sa një profesor universiteti do të paguajë një 2 muaj, do të bëj prorrogë një 2 muaj që të marrë sa marrin ata në një javë. Dhe këta janë analistët e darkave të cilët paguhen me parat dhe me sponsorizimet e qeverisë. Paguar me punë nga qeveria me benefice që jo dy rroga në një profesori, po bëjnë sa 40 rroga. Eksakt. Paguajnë me punë. Dhe janë këta njerëz që prodhojnë opinion publik. Dhe këta njerëz dhe ata që i paguajnë sigurisht nuk mund të pranojnë që një realitet i vërtet të ka shumë kërcitje me realitetin që propaganda qeverisë kërkon të prodhojë nëpër media. Me sa duket kjo smundja e mediave të kapura, e medias që prodhon të re lajm falso, që ishte problem deri në Amerikë, Donald Trump akuzoi rrjete shumë gjigante për fake news. Ju mendoni që propaganda një grup
Një mafja në qeveri nuk kap dhe nuk manipulon 10 apo 15 analistë që vinë mercenar qeveritar që vinë rrugëve, mu më përshtypjes për përmend emra tani, në ditën e parë të protestës. Pata një orë kohë vajta edhe për të ndruar vesha diçka më trash se po vinte nata në shtëpi. Dhe rastësisht në atë kohë kthej televizorin, hap kërkoja lajme mbi shifja se çka kanë, se isha në shërë gjithë ditën. Nuk kishte lajme. Kishin dy analistë të cilët ka pardiseshin një natë përpara duke u tallur që akta së mbledhin, as nuk diskutohet, opozita, Basha, u ishte hikur fytyra, bëshin si është ajo personazhi i Don Kishotit, kalor si fryrës verosur, ta analistë e fryrës verosur. Ishin varur të rind, u ishte mekur dhe zëri, njëri ka dhe zë kështu baritonit fort, ju ishte mekur dhe zëri, dhe analistë janë këta, analistë që pavarur janë këta që prodhojnë, që përjetokan emocionalisht në mënyrë aq disfatiste një protest qindra mijëra qytetarëve, janë vetëm mercenarë mediatik. Kanë bërë disa llogari ata. Janë vetëm mercenarë mediatik, janë mercenarë mediatik të qeverisë. Kështu që njerëzit ti ndjekin, por mos t'i besojnë, ti refuzojnë. Unë nuk kam bërthirje çdo studenti apo të riu, sidomos këta që rinë të lidhen për Facebook. Ka një opsion shumë të mirë dhe bedo me këtë po e bëjmë. Po mundohemi të zëvendësojmë censurën mediatike, televizive me këtë formë. Fatmirësisht Facebooku e garanton, ju kemi thënë çdo të riu kur vinë në çadër, hapni opsionin live të Facebookut, transmetoni live, çdo ri atje është një televizion me vete. Dhe qindrat e mirat e të rinjve, studentëve, qytetarëve brenda dhe jashtë Shqipërisë e shohin protestën jo nga televizionet e paguara të qeverisë, por nga Facebooku, live streamin. Vinë me qindra studentë, me qindra të ri, hapin dhe transmetojnë live protestën. Ajo është ta them se ç'më thotë një televizion. Keshniku është antikomunist dhe nuk mund kompromise për interesave të jashtë. Në mënyrë absolute, jo. Do na ai ka më shumë më gjere ka tek Partia Demokratike. Se kam bërë në asnjë moment të jetës time 26 vjet që nga dita që u angazhova në politikë, po jo për të angazhuar në politikë, por për të shpëtuar nga ajo që kishim hequr 40 vjet, as nuk kam bërë, as nuk bëj, as nuk lejoj të bëhet. Për sa të jetë në vendim. As zoti Fatmir Ediu nuk ka bërë një kompromis edhe nuk ka kështu, as Partia Republikane, por sidomos Brunilda Laboviti. Si e parashikon të ardhmen e kësaj proteste? Sigurisht pres gjithë pozitivitetin e mundshëm edhe të çonit edhe në vendimarrje demokratike kështu siç është kjo protestë, që do të thotë marrim vendime të qarta dhe të dimë se ku do të shkojmë dhe për çfarë do të shkojmë. Ajo që ne kërkojmë është zgjedhje të lira dhe të ndershme, që do të thotë nëse shkojmë drejt saj, kemi një përmbytje të kësaj proteste me pozitivitet dhe kërkesat realizohen. Shumë serioze jemi. Do të jesh një ministre me autoritet shumë. Dhe Keshnik si e parashikon? Edi Rama do të hiki, kjo është e sigurt. Është në dorën e tij të zgjedhë se si do të hiki. Mund të hiki në mënyrë të arsyeshme, mund të hiki edhe në mënyra tjera. Por e sigurt është do të hiki. Zgjedhja në Shqipëri nuk do të ketë me Edi Ramën kryeminist, ta harrojnë këtë histori. Ta harrojnë këtë histori. Ne nuk cedojmë as 1 milimetër. As 1 milimetër. Në rast se duan të thrasin arsyes, mos çusin vendin në konflikt. Thot kryetari i Telegrafit, drejtori i Telegrafit, i thua Keshniku që ne denoncojmë mbi 50 tendera nditur. Vetëm ta hapi. Absolutisht, jam dakord dhe për shnes dhe është një denoncues i ndershëm dhe i drejtë i çfarë ndodh në vend, por absolutisht ne as 1 milimetër nuk do çojmë, as një kompromis, as një ofertë, as një përgdhelje absolutisht fare. Edi Rama do hiki, zgjedhja në Shqipëri nuk do të ketë me këtë qeveri. Kështu mendon? Sigurisht. Edhe unë në këtij mendimi jam. Zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nëse arrihet deri në këtë kompromis, sigurisht që ne janë me juve në pozitivitetin. Sigurisht mbështetja ndërkombëtarëve shumë e madhe dhe zoti Basha përmendi dje gjatë protestës edhe fakti që na mbështesin, kjo është një domethënie shumë e qartë. Kujtoj një element tek kjo e mbështetjes ndërkombëtarëve. Ditën e protestës ka patur një letër të hapur nga kryetari i Komisionit Marrëdhënie me Jashtë në Kongresin e Shtetit Bashkuara, kongresmeni Dana Rorabaher. Komisioni Marrëdhënie me Jashtë në Kongres është ai lloj komisioni, ka aq peshë politike sa thret në llogari sekretarin e shtetit. Edhe presidentin apo zëvendës presidentin për çështjet politike së jashtme. Sepse në Shtetet Bashkuara funksionojnë ndryshe pushtetet. Dhe ai komision ka aq peshë sa mund të thrasë në hearing sekretarin e shtetit dhe i kërkojë llogari. Dhe kryetari i këtij komisioni dërgoi letër të hapur publike kryetarit Basha, duke të mbështes kauzën e protestës suaj, zgjedhje të lira dhe do të monitorojmë. Kështu që të jeni të sigurt, jemi në monitorim nga Washingtoni, do të vinë qëndrime edhe më të forta.
Washingtoni nuk do të njohë, nuk do të pranoj zgjedhje të blera, të korruptuara dhe qeveri që dalin nga këto lloj zgjedhjes. Kthena një shpresë thotë Tefta Kondo nga Vlora, thotë se jemi me këmbë nanie. Jo, t'jeni me dy këmbët, në shesht, në çadër, se do të fitojmë. Dëgjoj dhe thotë kthena një shpresë se jemi me këmbë nanie. Sigurisht të gjithë së bashku mund ta bëjmë edhe më të fuqishme këtë ktimin e shpresës, si do të thotë, ne vetëm nuk mund ta bëjmë pa bashkimin e të gjithë shqiptarëve të pa shpresë. Faleminderit të dyve që ishit në studio, faleminderit për mesazhet që dhanë. Juve e kuptuat vetë se cila është gjendja, njerëzit kanë filluar të kenë kurajo, të tilla mesazhe nuk i merret do para një muaj, të tillë vëmendje ndaj audicionit të televizioneve, kjo tregon që gjërat kanë ndryshuar. Patjetër. Dhe le ta quajmë intervista e shpresës. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ne ishim në studio me Kreshnik Çollakun, me të cilën unë diskutova për protestën e Partisë Demokratike, është një nga gojë mjaltët, por edhe njerëz të guximshëm të Partisë Demokratike. Diskutova me kryetaren e Partisë Republikane Brunilda Laboviti, e cila është një prurje e re në politikë, që unë kam shumë besim. Që ashtu siç erdhi Lulzim Basha apo figura të tjera, siç erdhi Fatmir Diu tek ai brezi Sabri Godës me shok, është edhe Brunilda Laboviti. Një shpresë për politikën e diasporës shqiptare. Faleminderit për vëmendjen.